ndonjëherë ajo se çfarë pasqyrohet mediatikisht edhe kur është e saktë, pra kur nuk është fake news, ka prirjen që të perceptohet, po themi, ndryshe nga ç'është realiteti në terren. Është efekti i distancës prej ngjarjes ky. Bie fjala rasti konkret, çështja e ngushticës së Hormuzit. Për efekt të përdorimit të gjuhës ti lexon vazhdimisht mbyllja e ngushticës së Hormuzit, mbyllja e ngushticës së Hormuzit. Dhe ti mund të krijosh përshtypjen që aty është ngrit një mur në ngushticën e Hormuzit. Ose kanë dalë anije iraniane dhe kanë bërë post-blok në ngushticën e Hormuzit. Kanë parkuar horizontalisht, e kanë bllokuar. Të marrësh shihen e vërtet të intensitetit të një ngjarje, pra sa realisht është ajo ngjarje, aq sa pasqyrohet, unë përpiqem që tu referohem pastaj analistëve të caktuar, të cilët për ngjarje të caktuara ka aftësinë që të fus në ekspertizën e kësaj ngjarje konkrete. Nuk është bllokuar ngushtica e Hormuzit fizikisht. Është e kalueshme, por me disa kushte, dhe arsyet pse nuk kalohet janë disa të tjera, këto. Pra, eksperti që duhet jetë patjetër i besueshëm dhe i referueshëm, kjo nuk diskutohet. Ty ka mundësi që të dekriptoj atë që një lajm në pamje të parë nuk ta dekripton dot.